U rikëthem në studiot e ndëruar shikues, ju kam paralajmëruar që do flasim për edicionin e 6 me radhë të Beer Fest, i cili do të nisë, pra do të fillojë javën e ardhshme me 29 të këtij muaji. Si çdo herë tjetër, do të jetë sheshi Zer Pajaziti ai i cili do t'u ofrojë bira të freskëta të gjithë adhuruesve të saj, por për përmbajtjen e këtij programi ne do diskutojmë me Xhellusha Latifi, është e ftuar ajo pra që vjen si përfaqësuese e Beer Festit. Përshëndetje, mirë se erdhe Xhellush. Përshëndetje, faleminderit shumë. Je mirë se ardhur. Unë e di që stresi i një organizimi të tillë të rëndësishëm dhe mjaft të madh është ditëve të fundit, kur i vije fundi. Ju ka kaluar stresi apo vazhdoni të jeni? Jo, veç ka fillu stresi. Tash, domethënë, mas është festivali javën tjetër. Këto 2 javë kemi përgatitjet finale që janë, domethënë ato që duhen me qenë perfekte, mos me pas gabime gjatë atyre 3 ditëve. Është këgja një stres e madhë për shkak se kur kitë bëjsh me festival që mirë pret dykon rreth 50.000 vizitor, e kini përgjithësi këgja të madhe si organizator që jemi. Mirë po mundohemi që çdo imësim të vogël me pas vizitori sigurin ma të madhe dhe kur të del prej festivalit me pas çka me majt mene dhe çka me tregu. Dhe cila do t'jetë përmbajtja e këtij programi dhe këtij festivalit këtij edicioni? Si prej edicionit të parë, Beer Festi konceptin, domethënë përveç të promovimit birave dhe kompanive të ndryshme, e ka edhe shijimin e muzikës, domethënë artistave të ndryshëm, e knacive, befastive, lojrave ndryshme që organizohen prej nesh. Si koncept nuk ka ndru kur gjo tek Beer Festi, mirë po përmbajtja e tij ka ndru si çdo vjet, ne e marrim parasysh që mos të përsëriten lojrat dhe mos të përsëritet programi artistik në mënyrë që të sillet te vizitorit diçka më e re, diçka më fresh që është, diçka që i bën vizitorin me ndajt sa më gjatë në shesh, edhe diçka që ka me u mbajt men për edicionet e tjera. Që kjo është ajo që është ma kryesore të Beer Festi, për ndryshe si vjet ka po mënyrën që kemi ardhur deri te komunikimi me vizitorin e kemi përdorur pak më ndryshe, edhe lojrat nuk janë si viteve të kalume, jemi të mundu edhe jemi të i bo disa lojna shpërblyese me kompanit pjesëmarrëse. Beer Fest janë dikun 20 lloje të birave, ndërsa krejt janë 50 kompani, cilat kanë më promovu. Vendore dhe me siguri ndërkombëtare dhe rajonale. Na tregon mënyra e aplikimit dhe pjesëmarrjes, cila ka qenë? A ka bira që nuk janë tregun e Kosovës, por kësaj herë edhe do të promovohen këtu? Me qenë se është edicioni i 6, ato veç lidhje ndërmjet birarive dhe modusit si kompani, kanë fillu me u vendos, do me thonë ato lidhje. Në momentin që kryet një edicion i Beer Festit, vetëm bohen marrëveshjet për edicionin tjetër. Mirë po ne, si kompani që e kemi Beer Festin që 6 vite, gjithmonë merremi me birën që dëshiron me dalë, ka raste që ata vintena, po ka raste që edhe na, do me thonë e ofrojmë Beer Festin si ide që me u promovu. Normalisht ka me pas edhe bira që janë pak më pak të shitun në tregun tonë, tregun e Kosovës, mirë po vendin ma kryesore kanë ato që janë këtë që sa vite, sidomos bira Peja që është edhe vendore. Po, do doja të di mënyra e vendosjes nga kush përzgjedhet, se cila me stinde e kanë fjallën, se cila me shtanë mund të jetë, të dëshiroj të jetë e para. Së pari ajo, do më thënë, shtandet, dizajni i shtandeve, promovimi tyre që shëbojnë ata se cili personalisht është ndorë tëne. Do më thënë, na merremi me hapësirën që ajo japin atëne. Në varet prej birës, sa qka kanë përgatitën, se çdo vit birat vijnë me promovime ndryshme. Disa shkojnë me skena që ngritën vertikalisht, disa tjera zgjerohen ma shumë horizontalisht. Ato e kanë, do më thonë, në bashkëpunim me neve, për shkak se na duhemi me menagju hapësirën që për gjitha kompanit me pas vendin taman që duhet për mu promovu. Metrin katrorit të barabart duhet a kena, apo jo? Ka rëndësi kjo? Jo, ka kompani që kanë metra shumë a shumë, ka dikush që ka ma të vogël, varet ajo krejt vendoset sa po i kërkojnë ata. Na jemi shumë të hapur në këtë aspekt për shkak se mas pari pyesim kompanisë që sa metra katru ju nevojiten, qka po vendosin me bo, qush po vendosin me mu promovu aty se ashtu është, krejt këtu.
Mirë, unë e di që çdo herë mendoni edhe për të argëtuar, relaksuar pjesëmarrësit e aty shumë. Kush do të jetë kësaj here? Me çfarë do ta hapni dhe kush do ta përcjellë këtë edicion? Me qenë se dy reperat që tash e kanë qitë albumin që kogja ka bu bum të madhë, jo veç në Kosovë, po edhe në krejt rajonin, jemi të bashkëpunu me MC Creation edhe me Lyrical Sun për me bo hapjen e Birfestit atë ditë. Filloj me ata, mandej, unë kemi edhe DJ të ndryshëm, kemi edhe benda lokalist që do më thonë kanë qef të promovohen edhe kanë këngë të reja shumë të mira. Për natën e dytë edhe TNT-n e kemi Aragonën edhe TNT-n, mandej kemi edhe DJ-a të ndryshëm që vinë edhe prej rajonit. Kemi, si që ka është për shambull elektorati intelektual, oborit, kësi, bende lokal që varet edhe prej orës ku janë, ashtu shkon edhe muzika. Për shkak se duhem nëse organizatore dim cilën orë pak shkon një muzikë pak më e madhe. A keni menduar për qetësinë e banorëve në afërsi të sheshit? Ankesat kanë qenë shumë të mëdha se i përket edicionit të kaluar, për shembull edhe për mirëmbajtje, për pastërti, për zhurmë dhe për të tjera. Unë e them që më du se, për shkak se ne kemi specializim të ngjarjeve, do më thonë jemi organizator të ngjarjeve të ndryshme, ne mundohemi që çdo vit Birfesti kur të organizohet, marrim edhe kompani shtesë që të bëhet pastrimi i hyrjeve të gjitha banesave. Është e pashmangshme ajo që mundet me ndodh, për shkak se edhe nëse bëhet një panajër i vogël, prej që mund të me thonë për higienë, ajo prap bëhet një ndodhje, e le më kur ki pun me bira që dhe kanë njerë kogja trunë. Ne jemi të bashkëpunu me komunën edhe me kompani që si vjetë kogja edhe ma shumë me pasë në kontrol, sa për zhurmë, zërimi ka me qenë në nivel, jemi në sezonën e verës, lypim edhe mirë kuptim edhe prej banorëve, për shkak se momentin që vendosin me jetu në qendër, duhet me ditë që ka me pas si lloj organizimi edhe pse jo mbuna ashtat të prume, po sezona verës qëto e ka me lezet. Që çdo ditë me pas diçka që ka me pas. Jemi edhe në këtë sezon ku bashkëdhetarit tanë janë këto, a pritni më shumë vizitor dhe cili është kapaciteti i juaj dhe ofrimi të shërbimeve, a keni menduar? Po, për ne çdo vit mendojmë që të rritet numri i vizitorëve. Kështu që kur ka mbrit deri në 50.000, ne dim që mundet me mu dyfishu, edhe shpresojmë që dyfishohet, se për ato edhe është organizu festivali që me bëhet dhe buj ma të madhe. Nuk ka rëndësi nacionaliteti, etniciteti, racat gjithë janë të ftumë, si bashkëdhetarët, si qytetarët e Kosovës. Kështu që gjithkush që edhe nëse nuk vinë për pije alkoholike, kemi edhe pije jo alkoholike, ka edhe muzikë, ka edhe është këndi ushqimeve, kështu që ka me bollë kësande që ka mundër me po. Dhe sot do të zgjatë krejt dhe nga qëfar kohë fillon dhe kur? Birfesti si vjetë fillon me 29 korrik deri me 31 korrik. Për këtë programin e si vjetë shumë kemi marrë parasysh që me zgjatë, jo vetëm 8 orë, po me bo 12 orë, dhe më thënë hapet prej 12 ditës, me 29 korrik deri në orën 12 natës, vazhdojmë prapë të shtundën njëjtë edhe të dielën njëjtë. A ka diçka që ne nuk e kemi thënë tash dhe keni rastin të thuani? Po mendoj që Birfesti tash veç e ka bo edhe një emër dhe flet vetë festivali, kështu që për ma shumë besoj që kur gjos muna me sfigu që ka është me ardhë. Po, edicioni kaluar kalon shije mjaftë të mirë, edhe tek qytetarët, vizitorët, po besoj që edhe organizatorit janë da të kënaqur. Ne çdo vetën po ndohemi ma të kënaqur, edhe ma të kënaqur, po kënaqemi prej asaj qytetari ka fillu me ditë vlerën e festivaleve të ndryshme, edhe po shtohen për shkak se shteti unë ka nevojë për kësi lloj relaksimesh të mendjes, kështu që për neve është shumë gjithçka në rregull. Edhe sigurinë do doja të di si do të jetë, a keni bashkëpunim me policinë e Kosovës dhe të tjerë që përkujdesen për sigurinë e publike? Përveç të policisë e Kosovës, ne si organizator marrim çdo vit edhe sigurim privat. Do më thënë të secili shtanë vendosën sigurimat që me pas. Për sigurimat madhe, kanaqet edhe shishet e birës nuk lejohen. Do më thënë me krejt që ka lejohet bira është vetëm në gotat plastikës me ushqërby, për shkak se ato mund përdoren si armë të tofta. E me qenë se janë pije alkoholike dhe mundet me u... Ti kënë me zënë malet. Kështu që këto janë sigurit, mirë po çdo vetë, për shkak se dhe po rritet numri i vizitorëve dhe sigurimi po duhet me u rrit numër.
edhe ne si organizatorat tonet nuk rrim me një vend, po gjithmonë jemi tu marrë edhe na me siguri. Çmimin kush e përcakton? E përcakton vetë ata pjesëmarrësit, në varet nga cili lloj i birës e konsumon, apo do të jetë një çmim për për shkak se është festivali i birës, çmimi gjithmonë shkon me çmim promocional. Domethënë, çmim shumë të lirë. Po. Me çmim shumë të lirë, ka edhe bira që kanë edhe happy hours që japin bira falas. Kështu që bëhet lajmërimi atën edhe... Mirë. Kanë të drejtën të shijojnë ata që e dëshirojnë? Që jo, bi moshën 18 vjeçare. Ma është shumë vështirë ta kontrollosh një gjë të tillë. Është shumë vështirë edhe po kemi ndoshta problem të ai fakti që po bëhen disa probleme, mini probleme me shtohen me ata promoterat tek birat edhe vizitori, mirë po duhet me kuptu që pjetë alkoholike si çdo shtet tjetër nuk guxojmë edhe na. Bile shtetet tjera e kanë me moshën ma madhore, na me 18 vjet, kështu që duhet me kuptu. Shpresojmë edhe unë të shkoj gjithçka mirë dhe në bar, ju të shiroj punë në bar, dhe të takuemi. Faleminderit shumë. Kalofshi.